ajo pjesa e genetikës që po përmendim të dy pak më parë edhe kur ishim në pauzë, teksa ju më thatë që për të bërë një test genetik duhet marrë mukoza e mukoza nga faqet e brendshme të babait, për shembull në rastin e testit të veragenit, dhe gjak nga nëna. Dhe ju nxjerrni një screening genetik, pra nxjerrni një pasqyrë. Ekstraktim, një nxjerrje e asaj që quhet fraksion i lirë fetal, do të thonë gjakun e bebit. Dhe ndërmjet kësaj bëhet një lexim i gjithë strukturës gjenetike që mund të ketë bebi, do të thonë i kromozomave. Normalisht subjektet e shëndetshme, themi, kanë 23 çifte ose 46 kromozome, prej të cilave çifti 23 është ai që përcakton gjinin. Në rastin e veragenit, neve kemi mundësinë që të detektojmë çrregullime që mund të jenë në numër të kromozomeve ose në strukturë. Në numër mund të jenë rastet kur kemi një kromozom më tepër, që në varësi të çiftet ku mund të jetë vendosur, njihet si trizomia e 13, e 18 dhe 21. Më shumë ti njihet si testi i sindromës Down, siç kanë qenë deri më tani testet e bit testit. Po besoj që me këto testet ju e keni çuar përpara diagnostikimin dhe gjithmonë më rrallë është kjo si patologji le të themi. Po, sepse shmangim dhe një procedurë tjetër më invazive që mund të jetë që nëse bebi është mbartësi një kromozomi më tepër në çiftin e 18 të themi dhe nëna vendos ta mbaj ose vendos që ta heq, i shmanget kjo procedura i biopsisë së materialeve të kyretazhit që janë në një fazë më të vonë për të gjetur shkakun pse ndodhi. Ta jeni shumë të avancuar në këtë aspekt. Mendoj se është një informacion shumë i rëndësishëm për çiftet e reja. Ndërsa nëpërmjet mukozës së babait lexohen smundje monogjenike që janë të trashëguara. Këtë mund të realizojmë edhe ndërmjet testit të newbornit, që është testi që merret nga themra e bebit brenda themi 7 ditëve pas lindjes. Dhe këtu kemi detektimin e disa smundjeve që mund të lidhen për shembull edhe me mungesën e hormoneve të tiroides, që do të thotë nëse neve këtë informacion e marrim brenda 7 ditëve të para të jetës, është shumë më e lehtë korrigjimi pa i dhënë probleme të tjera të zhvillimit të bebit, nëse nuk do të ishin detektuar. Domethënë, të gjitha këto bëjnë që neve të kemi mundësi jo vetëm të parandalojmë, por njëkohësisht të kapim në kohë, të merremi dhe të minimizojmë të gjithë vështirësitë që do të na lindin nga trajtimi dhe kapja më vonë në kohë i këtyre patologjive. Nëse unë për shembull dua të bëj një analizë genetike për të zbuluar çfarë do ndodhi në 40 vitet e ardhshme, ose nga çfarë mund të prekem, kam një shans që ta dalloj nëpërmjet testeve genetike? Neve kemi teste gjenetike që bëhet nëpërmjet leximit të kariotipit të gjakut periferik, por sigurisht ne mund të detektojmë ato çrregullime gjenetike që tashmë janë trashëguar, sepse ndonjëherë kemi raste të fëmijëve në cilën prindrit me analizën gjenetike të kariotipit të gjakut periferik kanë qenë individ të shëndetshëm, por mund të jetë një mutacion që ndodh de novo, domethënë ndodh për herë të parë tek fëmia, domethënë që do vijë ose që ka ardhur në jetë.